Horoskopi ditor e Mërkur 2 korrik 2025. Horoskopi ditor i Dashit 2 korrik 2025. Dashi, me agimin e ri hapet me një flat të freskët mundësish. Natyra juaj e zjarrt nxit një humor të vendosur. Perfekt për të përballur me projekte të shuara. Me Marsin që jep ndikimin e tij energjik, merrni iniciativa të guximshme. Por mos harroni të zbutni impulsivitetin me lartpamësi. Emocionalisht, dita kërkon ekuilibër, bisedat në marrëdhënie mund të zbulojnë aspekte të reja. Kalimi i kohës me një të dashur mund të forcojë lidhjet. Në punë bashkëpunimi shkëlqen. Lidheni me kolegët për të nxitur inovacione. Financiarisht, blerjet impulsive mund t'ju tundojnë. Megjithatë, disiplina financiare ka shpërblime në planin afatgjat. Ekuilibri është aleati juaj. Nëse udhëtimi ju thërret, kontrolloni 2 herë planet për të shmangur pengesat e minutës së fundit. Mbrëmja sugjeron relaksim përmes rrugëve krijuese, piktura, muzika ose një libër i mirë mund të jenë qetësues. Angazhohuni në aktivitete që fuqizojnë vitalitetin tuaj pa mbingarkuar shisat tuaja. Reflektoni mbi mësimet e ditës për një mbyllje reflektuese që përputh energjinë tuaj me qëllimet e ardhshme. Horoskopi ditor i Demit 2 korrik 2025. Demi, sot është një ftesë për të kënaqur me kënaqësitë shisore të jetës. Sundimtari juaj planetar Venus i nxjerr në pa romancën. Merrni në konsiderat planifikimin e një takimi të veçantë ose dhurimin e një luksi të vogël. Në mjediset profesionale, mbajtja e një ritmi të qëndrueshëm rrit produktivitetin. Urani ndikon në njohuritë e papritura. Kapni këto frymëzime, por prisni para se të veproni ndaj ndryshimeve drastike. Financiarisht, investimet e qëndrueshme i tejkalojnë si përmarrje spekulative tani. Detyrat e përditshme shndërrohen në rituale përmbushëse kur mbushen me vetëdije. Përqafimi i thjeshtësisë mund të zbulojë kënaqësi të thellë. Angazhimet familjare sjellin gëzim, ndërsa koha e reflektimit solo nxit qartësinë e brendshme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në praktikat e themelimit. Shëtitjet në natyrë ose yoga mund të harmonizojnë trupin dhe shpirtin. Ndërsa bie mbrëmja, koha e lirë dhe lidhjet shoqërore ofrojnë përmbushje. Gatimi një vakti të preferuar ose zhytja në një projekt krijues ngjall kënaqësi. Shijoni kënaqësinë që rrjedh nga arritjet. Mbushuni me energji në qetësi, duke u përshtatur me ritmet tuaja të brendshme ndërsa dita shndërrohet në përqafime nate. Horoskopi ditor i Binjakëve 2 korrik 2025. Binjakët, komunikimi është dhurata juaj sot, duke ngritur shkëmbimet ndërpersonale. Merkuri, planeti juaj sundues, rrit elokuencën, inicimi bisedave ose prezantimeve mund të hap dyer. Në marrëdhënie, kurioziteti nxit zbulimin. Eksploroni interesat e përbashkëta për të thelluar lidhje. Profesionalisht, artikuloni vizione. Kolegët do të vlerësojnë kontributet tuaja inovative. Lindin njohuri financiare, përdorni gjykim në shpenzime. Në aspektin shoqëror, rrjedhëzimi ofron lidhje të rëndësishme. Kapni mundësitë. Mes aktivitetit, sigurohuni që të dëgjoni në mënyrë aktive, duke lejuar që perspektivat e të tjerëve të pasurojnë njohuritë tuaja. Ndërsa pasditja shpaloset, ndjekjet aventureske rifreskojnë shpirtin tuaj. Balancimi i spontanitetit me angazhimin është çelësi për ruajtjen e harmonisë. Shëndeti sugjeron të ngrënit e kujdesshëm. Zgjedhjet ushqyese rrisin vitalitetin. Mbrëmja fton ndjekje intelektuale, një libër ose dokumentar i mirë zgjeron horizontet. Përqafoni dualitetet në natyrën tuaj, duke bashkuar pushimin me eksplorimin. Reflektoni mbi mësimet e sotme, duke mirëpritur natën me një zemër dhe mendje të ekuilibruar, duke ju përgatitur për mundësitë premtuese të së nesërmes. Horoskopi ditor i Gafores 2 korrik 2025. Gaforia sot përqendrohet në depërtimin emocional dhe lidhjet ushqyese. Hëna, udhërfyesi juaj qiellor, amplifikon intuitën, duke ndihmuar në lundrimin e ndjenjave komplekse. Në marrëdhënie, ndjeshmëria juaj ju mundëson të përgjigjeni me empati. Ofrimi i mbështetjes forcon partneritetet. Profesionalisht, pohoni veten butësisht për të shprehur kreativitetin dhe idetë. Bashkëpunimi çon në sukses. Stabiliteti financiar është i rrënjosur në strategji konservatore. Shmangni shpenzimet impulsive. Dinamika familjare përfiton nga prania juaj e menduar. Aktivitetet e orientuara drejt shtëpisë, të tilla si ridekorimi ose gatimi, mund të jenë veçanërisht të kënaqshme. Ndërsa pasditja përparon, angazhohuni në praktikat e kujdesit për veten, meditimi ose shënimi i ditarit harmonizon rrymat emocionale me qëllimin.
Shoqërisht, mbledhjet e vogla ofrojnë ngushëllim, duke përforcuar lidhjet me miqtë e dashur. Të pushosh me një film ose libër frymëzues ushen shpirtin tuaj deri në mbrëmje. Kanalizoni njohuritë e mbledhura gjatë gjithë ditës në rritje të brendshme. Reflektoni dhe distiloni mësimet, duke përgatitur zemrën tuaj për natën qetësuese dhe duke vendosur qëllime pozitive për udhëtimet e ardhshme. Horoskopi ditor i Luanit, 2 korrik 2025. Luani, sot shkëlqen me potencial krijues, ideal për të shfaqur talentet. Dielli ushen entuziazmin tuaj, duke ju inkurajuar të merrni në qendër të vëmendjes. Arenat profesionale ofrojnë mundësi për leadership. Karizma juaj mund të frymëzojë ekipet drejt qëllimeve të përbashkëta. Financiarisht, merrni në konsiderat ndjekjet afatgjata në vend të fitimeve afatshkurtra për stabilitet. Romanca lulëzon në shtrirjen aktuale. Shprehni dashuri në mënyrë krijuese për të magjepsur zemrën e partnerit tuaj. Angazhimet shoqërore ofrojnë ndërveprime të gëzueshme, por sigurohuni që të balanconi dhënien dhe marrjen e vëmendjes. Mbledhjet familjare ushqejnë shpirtin tuaj, duke forcuar lidhjet e çmuara. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete gjallëruese, të tilla si një rutinë re ushtrimesh ose një klas vallëzimi, për të rritur mirëqenien. Hobit krijuese, qoftë pikturë, shkrim apo muzikë, ofrojnë rrugdalje konstruktive. Çdo krijim është një shprehje e thelbit tuaj dinamik. Ndërsa nata afrohet, reflektoni mbi arritjet dhe ripërqendroni aspiratat. Mbështetuni në mirënjohje, duke njohur mësimet e ditës si trampolin për ambicjet e së nesërmes. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 2 korrik 2025. Virgjëresha, fokusi i sotëm në precizion fton qartësi në përpjekjet tuaja. Ndikimi i Mërkurit thekson vëmendjen ndaj detajeve, perfekte për organizimin e projekteve ose strategjive të planifikimit. Profesionalisht, aftësitë analitike shkëlqejnë. Përdorini ato për të përsosur qasjet dhe për të fituar njohje. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i menduar mirë. Diskutimi i planeve mund të rrisë mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, buxhetimi i zgjuar nxit sigurinë. Shmangni vendimet e nxitura. Detyrat rutin kanë potencial për përmbushje. Mbushini ato me vetëdije për të transformuar të përditshme në momente kuptimplote. Shëndeti sugjeron një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta për të ruajtur vitalitetin. Ndërsa dita përparon, përqafoni mundësitë për të mësuar, qoftë përmes leximit apo marrjes së një hobi të ri. Zgjerimi i njohurive tuaja fuqizon intelektin tuaj. Shoqërisht, mbledhjet me miqtë e ngushtë ofrojnë mbështetje dhe të qeshura. Gëzimet e thjeshta kanë kuptim të thellë. Ndërsa mbrëmja zbret, relaksimi përmes hobive krijuese ushqen shpirtin tuaj. Reflektoni mbi arritjet e ditës, duke vendosur qëllime për rritje dhe harmoni të vazhdueshme. Horoskopi ditor i Peshores, 2 korrik 2025. Peshorja, harmonia sundon ditën tuaj, e mbështetur nga ndikimi i Venusit. Balanconi nevojat personale me ato të tjerëve për paqe. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes bashkëpunimit. Merrni në konsiderat organizimin e një takimi ose takimin me një mik. Profesionalisht, diplomacia juaj lehtëson zgjidhjet, duke kapërcyer pengesat në bashkëpunim. Financiarisht, peshoni me kujdes opsionet para se të investoni. Durimi siguron kthime më të mira. Ndjekjet artistike, dekorimi ose muzika stimulojnë kreativitetin. Ndërsa dita zhvillohet, kujdesi për veten bëhet jetësor. Shkëputuni nga faktorët stresues me aktivitete që rigjallërojnë. Përfitimet shëndetësore nga ushtrime si pilates ose yoga për të ruajtur ekuilibrin fizik. Njohuritë e pasdites mund të zbulojnë një kuptim të ri në çështje shoqërore, duke shkaktuar lidhje më të thella. Shoqërisht, organizoni ose merrni pjesë në tubime ku shoqërimi nxit shoqërinë. Synoni për biseda që ju ngren moralin dhe edukojnë. Në mbrëmje, vendosja e kufive mbron energjinë tuaj, duke u përgatitur për një gjumë të qetë. Reflektoni mbi energjitë e sotme, duke vlerësuar harmoninë e arritur dhe duke u përgatitur për nesër me një zemër të lehtë dhe një perspektivë të ekuilibruar. Horoskopi ditor i Akrepit, 2 korrik 2025. Akrepi, thellësitë e intuitës suaj janë të thella sot, duke ofruar depërtim në të vërtetat e fshehura. Marsi nxit pasionin, qoftë në projekte krijuese apo marrëdhënie. Kanalizoni këtë energji në mënyrë konstruktive për të shmangur konfliktin. Profesionalisht, vizioni juaj strategjik është i qartë. Planifikoni me kujdes iniciativat afatgjata. Financiarisht, hetoni investimet me kujdes. Kërkimi i plot mbështet sigurinë. Marrëdhëniet thellohen përmes bisedave të hapura,
duke zbuluar shtresa intimiteti. Ndershmëria emocionale forcon lidhje. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete fizike si noti ose artet marciale për të kanalizuar intensitetin pozitivisht. Merrni kohë vetëm gjatë pasdites për vetanalizë, duke e përafruar botën tuaj të brendshme me ambicjet e jashtme. Mbrëmja i përshtatet aktiviteteve të qeta, meditimi ose leximi ofrojnë ngushëllim. Shoqërisht, zgjidhni mbledhjet me kujdes, duke u anuar drejt mjediseve që lejojnë cenueshmërinë në mënyrë të sigurt. Reflektimi mbi udhëtimin tuaj të brendshëm rrit vetëdijen dhe planifikimin e së ardhmes. Përqafoni energjitë transformuese, duke kanalizuar thelbin e fuqishëm të akrepit në dalje produktive dhe të vetëdijshme. Horoskopi ditor i shigjetarit, 2 korrik 2025. Shigjetari, dita ju fton me mundësi eksploruese. Jupiteri zgjeron horizontet, qoftë në ndjekje intelektuale apo aventura fizike. Profesionalisht, parashikoni qëllime të guximshme. Entuziazmi juaj frymëzon të tjerët, por qëndroni të përqendruar në detaje për të shmangur mbikëqyrjen. Financat favorizojnë planifikimin e menduar mirë mbi shpenzimet impulsive. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes përvojave të përbashkëta. Merrni në konsiderat planifikimin e një udhëtimi ose angazhimin në aktivitete të reja me të dashurit. Angazhimet shoqërore stimulojnë shpirtrat. Zhytja në diskutime kulturore ose filozofike rrit botë kuptimin tuaj. Shëndeti përqendrohet në ruajtjen e ekuilibrit. Ushtrimet në natyrë rigjallërojnë, duke ju përmbajtur preferencave që ushqejnë lirinë. Pasditja inkurajon të mësuarit, ndoshta përmes një gjuhe ose aftësie të re që zgjeron perspektivat. Mbrëmja është ideale për takime të këndshme, duke nxitur gëzimin dhe të qeshurat. Reflektoni mbi aventurat e ditës, duke u siguruar që të kapni mësime për rritje të ardhshme. Si shigjetar, përqafoni përzierjen e idealizmit dhe realizmit, duke i quar përpara njohuritë e sotme me optimizëm dhe kuriozitet. Horoskopi ditor i Briciapit, 2 korrik 2025. Briciapi sot i jep përparësi strukturës dhe qëllimeve, duke harmonizuar ambicien me durimin. Ndikimi i Saturnit kërkon planifikim të kujdesshëm. Sigurohuni që themelet e projektit të jenë të forta për të siguruar suksesin e ardhshëm. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga të menduari strategjik. Aplikoni qasje praktike dhe aftësi udhëheqëse për të udhëhequr ekipet. Rritja financiare mbështetet në buxhetimin e disiplinuar dhe investimet e përqendruara në jetëgjatësi. Marrëdhëniet personale thellohen përmes përpjekjeve dhe mirëkuptimit të përbashkët. Merrni në konsiderat kushtimin e kohës cilësore për të nxitur besimin. Njohuritë e pasdites sugjerojnë përparim në planet afatgjata, duke rafinuar strategjitë për të mbështetur aspiratat. Shëndeti kërkon rutina të qëndrueshme të balancuara me relaksim. Merrni në konsiderat meditimin ose ushtrimet e buta për të ruajtur ekuilibrin. Mbrëmjet ftojnë introspeksionin, duke forcuar vendosmërinë tuaj. Bëni një vlerësim të arritjeve dhe vendosni qëllime për rritje të vazhdueshme. Ndërveprimet shoqërore ofrojnë mbështetje, duke forcuar rrjetet që lehtësojnë përparimin. Reflektoni mbi arritjet e sotme me mirënjohje, duke përforcuar ngjitjen e qëndrueshme drejt ambicieve tuaja dhe duke u përafruar me natyrën e motivuar të Briciapit. Horoskopi ditor i Ujorit, 2 korrik 2025. Ujori, energjitë inovative shpërthejnë sot, duke nxitur origjinalitetin në sfera të ndryshme. Urani frymëzon të menduarit lateral. Projektet përfitojnë nga kjo imagjinat. Megjithse mbështetja e ideve në praktik është qelësi. Në aspektin shoqëror, vizioni juaj humanitar shkëlqen. Bashkëpunoni me individ me të njëjtat mendime për të sjellë ndryshime kuptimplote. Financat favorizojnë strategjitë jo konvencionale. Eksploroni rrugët që përputhen me vlera. Marrëdhëniet lulëzojnë në angazhimin intelektual, stimulimi i diskutimeve thellon lidhjet. Ndërsa dita zhvillohet, përqafoni ndjekje unike që ngjallin kuriozitetin tuaj. Aktivitetet e pasdites mbështesin lirinë e shprehjes në art ose teknologji. Shëndeti sugjeron praktika gjallëruese si ciklizmi ose sportet në grup për t'ju dhënë energji. Mbledhjet e mbrëmjes premtojnë shkëmbime interesante, duke zgjeruar perspektivat. Në shtëpi, angazhohuni në studime vetjake ose zanate që ushqejnë individualitetin. Reflektoni mbi inovacionet e ditës, duke identifikuar njohuri që nxisin projektet e ardhshme. Mos harroni, forca e Ujorit qëndron në përzierjen e kreativitetit me veprime konkrete, duke siguruar që përpjekjet vizionare të jenë me ndikim dhe të qëndrueshme në rrugën tuaj. Horoskopi ditor i Peshqve, 2 korrik 2025.
Peshqit, dita shpaloset me një joshje imagjinative. Neptuni rrit ndjeshmërinë duke ofruar frymëzim krijues dhe empati. Sferat profesionale përfitojnë nga njohuritë tuaja intuitive. Paraqisni ide me besim për ndikim dinamik. Financiarisht dëgjoni instinktet e brendshme, por verifikoni faktet për vendime të sigurta. Marrëdhëniet lulëzojnë kur ndani ëndra dhe aspirata. Transparenca nxit lidhje më të thella. Përpjekjet artistike ftojnë duke ftuar shprehjen përmes pikturës, fotografisë ose muzikës. Ndërsa pasditja përparon, aktivitetet ushqyese qetësojnë shpirtin. Merrni në konsiderat një shëtitje të qetë ose lidhje me të dashurit. Shëndeti thekson kujdesin emocional, meditimi dhe ushqimi ekuilibruar rrisin mirëqenien. Angazhohuni në mjedise shoqërore që frymëzojnë. Bisedat e përzemërta çojnë në mirëkuptim të ndërsjellë. Energjia e butë e mbrëmjes mbështet relaksimin. Leximi i një romani të preferuar ose shikimi i një filmi kuptimplot rigjallëron. Reflektoni mbi momentet magjike të sotme, duke përdorur njohuritë e fituara për të hartuar udhëtimet e ardhshme. Duke përqafuar thelbin mistik të peshqve, përshtatni ëndrat me realitetin për një lundrim harmonik përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.